Këtu do të thonë një intelektuale që është kthyer nga Amerika, ajo është biologe, regjisore më vonë, e shumë profesore tjera që na kanë ndihmuar të organizojmë të protestë kaq bukur. Mbrëma të gjithë përshëndetje shqiptar kudo që jeni. Unë vi nga Saranda, quhem Aneta Gjiku. Jam kthyer përpara 9 vjetësh në vendlindjen time, pas 20 vjetë emigrimi. Dhe çdo ditë jam përballur me pyetjen, je çmendur që je kthyer këtu? A e kuptoni se çfarë u ka bërë njerëzit kjo klasë politike? Të quajnë marzi kthimi ke nëna, sepse kthimi në atë është si kthimi ke nëna. Edhe pse ajo është e varfër, është e pambrojtur, po ka gjë në botë të zëvendësoj aromën e saj. Nuk kam të ngopur me vendin tim. Jam e bekuar nga Zoti që e nis ditën me fjalën mirëmëngjes. Dhe flas një ndër gjuhët më të lashta të botës dhe flas këtu, në tokën time. Çdo ditë takoj shqiptar që më maknisin me sakrificat, me zgjuarsinë e tyre. Po takoj dhe shumë emigrantë të cilët dëshirojnë të kthehen, po kjo klasë politike ju a bën të pamundur kthimin. Deri kur kështu? Rama ik, Berisha ik, Rama ik, Berisha ik. Nuk kanë parë njerëz më të mrekullueshëm se shqiptarët, dhe e dini pse? Sepse ne jemi prindrish dhe gjyshrish idealist, që kanë dhënë gjak për këto troje, dhe nuk i ka rënë as kujt e qatë. Dhe këta bandite shqye, dhe ju a japin të huajve sikur të jenë në mallin e vetë. Kjo fjala e kësaj qeverisjeje është popullimi. Ju të gjithë e dini që në 10 vitet e fundit ka ikur 1/3 e popullsisë. Dhe kjo qeveri përpiqet të na mbushë mendjen që është normale zhvendosja e popullsisë. Post patronazhist, ju të gjithë të shesh na keni kthyer dinjitetin. Ju ftoj të shikoni rreth e rrotu njëri tjetrin. Shikoni sa të bukur jeni, shikoni sa të guximshëm jeni. Prezi ju kaq mundi të bënte. Ju do ta çoni dhe po e çoni këtë gjë më tej. Ju jeni heronjtë të këtij vendi, sepse po luftoni jo vetëm për veten tuaj, por edhe për shqiptarët kudo që janë, që duan të vinë këtu. Ky shesh është guri i provës. Ju të gjithë do bëni pyetjen, ku ishe ti kur bëhen protesta? Rrosh trinia shqiptare,